Përshëndetje nxënës të klasës së 7. Në gjuhë shqipe për sot do të kemi temën ushtrime për fjalitë bashkërënditëse dhe nënrenditëse. Rezultatet të të nxënit: identifiko fjalitë e përbëra nga fjalitë e thjeshta në një tekst të dhënë. Dallo fjalitë bashkërënditëse dhe ato nënrenditëse. Përcakto mjetin lidhës dhe llojin e tij. Ndërto fjalitë e përbëra sipas kërkesave të dhëna. Fjalët kyç: fjali, pjesë bashkërënditëse, pjesë nënrenditëse, marrëdhënie barazie, marrëdhënie varësie dhe mjete lidhëse. Të hedhim një vështrim mbi fjalitë e përbëra. Fjalitë e përbëra. Fjalia e përbërë ka dy a më shumë kallëzues. Mjetet kryesore të formimit të fjalive të përbëra ishin intonacioni, mjetet e lidhjes, rendi i pjesëve të fjalisë së përbërë. Fjalitë e përbëra ndaheshin në fjali të përbëra me bashkërënditje dhe fjali të përbëra me nënrenditje. Fjalitë të përbëra me bashkërënditje shprehin marrëdhënie barazie, lidhen me lidhësa bashkërënditëse që qëndrojnë në mes të fjalive, lidhen me lidhësa të përsëritura që vendosen në krye të çdo fjalie, pjesët e tyre nuk mund të futen mes njëra tjetrës. Fjalitë e përbëra me nënrenditje shprehin marrëdhënie varësie, pjesa e varur dhe pjesa kryesore mund të ndërfuten te njëra tjetra, lidhen me lidhësa nënrenditëse dhe fjalë lidhëse, mjetet lidhëse qëndrojnë në krye të pjesës së renditur, së nënrenditur. Do të kalojmë tek ushtrimet pasi ne e kemi rikujtuar edhe një herë fjalitë e përbëra me bashkërënditje dhe fjalitë e përbëra me nënrenditje. Kalojmë tek ushtrimet. Ushtrimi 1, për secilin ushtrim unë ju kam dhënë shembuj se si ju do të punoni me ta. Ushtrimi 1 do të nënvizoni me ngjyrë të kuqe lidhësat bashkërënditëse dhe me blu lidhësat nënrenditëse. Pra ju do ta punoni në libër. S'kisha takuar kurrë më parë ndonjë kolon marsian dhe ata më gjepsën. Unë kam shënuar me të kuq lidhësën dhe që është lidhës bashkërënditëse. Theksi në të folur, rrobat, gjithçka tek ata kishin një pamje të çuditshme, megjithëse shpesh ishte e vështirë të thoshe se ku qëndronte veçantia. Megjithëse është lidhës nënrenditëse lejore, ju do ta nënvizoni me blu, unë kam shënuar me blu. Edhe ku është lidhës me nënrenditje që tregon vend, pra është lidhës nënrenditëse vendore. Lidhësa dhe pra është lidhës bashkërënditëse, lidhësa megjithëse dhe ku janë lidhësa nënrenditëse. Kalojmë tek ushtrimi 2, ndani me vijë të pjerrët pjesët e fjalive të përbëra dhe thoni mjetin lidhës. Për shembull, fjalia e parë. Jeta jonë nuk është vetëse një shenjë që ne lëmë në shkëmbin e jetës. Lidhësa që kemi vendosur një vijë të pjerrët përpara lidhësës dhe mjeti i lidhës është që ju do ta qarkoni, unë e kam shënuar me blu. Kalojmë tek fjalia e dytë. Unë punoja si sufler, por nganjëherë duhet të ndihmoja aktorët. Por është lidhës bashkërënditëse. Në fjalinë e parë kemi lidhje varësie. Pra lidhës nënrenditëse dhe pjesa e nënrenditur është e varur tek pjesa kryesore. Ndërsa në fjalinë e dytë kemi lidhje barazie. Është fjali e përbërë me bashkërënditje. Kalojmë tek ushtrimi 4. Ushtrimi 4 lidhni pjesët e fjalive duke përdorur lidhësat bashkërënditëse në klapa. I keni lidhësat bashkërënditëse të shënuar në tekst në ushtrimin 4. Ju do të shikoni me kujdes për të përzgjedhur cila nga lidhësat shkon me fjalinë dhe i përshtatet fjalisë. Lidhësat janë as, kurse, dhe, ose, apo, por. Unë kam punuar fjalinë e parë, ai ishte i kënaqur shumë me lagjen e re,
por shpesh e merrte malli për shkollën. Lidhësa por. Do ta plotësoni në libër. Mbrëm isha në cirk dhe pashë për herë të parën nga afër elefant. Në ushtrimin 5, vendosni në vend të pikave mjetët lidhëse që mungojnë. Përsëri do ta plotësoni në libër. Kam dhënë si shembull 2 fjali. Kur doli jashtë, pra lidhësa kur, lidhësa nënrenditëse që tregon kohë, është lidhës nënrenditëse kohore, në kohën kur doli jashtë, pëllumbi fluturoi dritë e në vendin e vajzës. Në këtë rast, pjesa nënrenditur është vendosur përpara pjesës kryesore. Merrte frymë me zor dhe u desh një copë herë që ta gjente vendin ku që vjersha. Lidhësa dhe lidhësa që në 2 pjesët e para kemi të vendosur marrëdhënie barazie, ndërsa pjesa ta gjente vendin ku që vjersha, pra që ta gjente vendin ku që vjersha, është pjesë e nënrenditur dhe është e varur, lidhet me lidhësën që. Ushtrimi 6. Dalloni lidhët dhe nga fjalët lidhëse në fjalit e dhëna. Kam marrë 2 shembuj. Shembulli i parë. Edhe unë nuk e mora vesh me njëherë se ku qëndronte loja. Se është lidhës nënrenditëse. 2. Ky druvar ishte matur të priste një pishë e cila i kishte thirrur mos më prit. Pra e cila është përemër lidhor. Ushtrimi 7. Lexoni tekstin dhe përpiquni ta rishkruani duke kthyer fjalitë e thjeshta në të përbëra me bashkërenditje ose me nënrenditje. Shembull, tek ai se drejt lisnajës, shkrimtari që tashmë i kishte flokët të thinjur, i duke sikur kishte pranë çunakun e dikurshëm. Kjo është kthyer, është vendosur lidhësa që dhe është kthyer në fjalitë të përbërë me nënrenditje. Me të ngjitur në krye të shpatit, ai pandehu se po shihte një ëndër tjetër të ligë tronditëse, sepse në vend të lisave të dendur i dolën para vetëm cungje të panumërta. Me të ngjitur në krye të shpatit, ai pandehu se fjali e përbërë me nënrenditje, tjetër të ligë tronditis, sepse në vend të lisave të dendur i dolën para cungje të panumërta. Pra kjo është një fjali e përbërë me nënrenditje. Kalojmë tek ushtrimi 8, do të plotësoni fjalitë që të krijohen 2 fjali të përbëra, një me bashkërenditje dhe një me nënrenditje. Shohim shembullin. Ai doli me shpejtësi nga zyra dhe shkoi te makina e tij. Me bashkërenditje kemi lidhësen bashkërenditëse dhe ai doli me shpejtësi nga zyra që të arrinte sa më shpejt, me pjesë të nënrenditur. Pra, në rast të parë bëhet fjali e përbërë me bashkërenditje dhe në rastin e dytë kemi fjali të përbërë me nënrenditje. Pra, që të arrinte sa më shpejt në mbledhje. Ushtrimi 10. Shtoni pjesë fjalie që të kenë marrëdhënie barazie me pjesën e nënrenditur. Shembulli i parë, ajo përshëndet me dorë derisa makina u zhduk, pas një kthese dhe zhurma nuk u ndije. Më. Pra kemi fjali me bashkërenditje. 2. Ati i erdhi për të qarë si të kishte humbur një të afërm dhe shpërtheu në lot. Përsëri është fjali e përbërë me bashkërenditje, kemi lidhësen bashkërenditëse dhe lidhësen përsëri lidhësen bashkërenditëse shtuese dhe. Si detyrë, do të përshkruani një film që keni parë kohët të fundit, ku të përdorni sa më shumë fjali me bashkërenditje, nënvizoni lidhësat, kujdes përdorimin e presjeve në këto fjali të përbëra që ju do të krijoni. Punë të mbarë.